Që nga fundi muajit shkurt, një situatë e cila ishte stabil, ku çmimi mesatar i naftës ishte 173 lek, kemi pasur luhatje gjatë muajit mars të çmimit, ku mesatarisht çmimi në muajin mars deri më sot ka qenë 200 lek dhe në maksimum ai ka arritur në vlerën 215 lek. Duke parë maksimumin, ne kemi pasur një rritje të çmimeve të naftës në vend prej 24%. Ndërkohë që sa i takon bursës dhe sa i takon çmimeve të bursës, çmimi i bursës që nga muaji i shkurt deri më sot është rritur me 99.7%. Pra nga këto shifra është evidente që pasqyrimi i rritjeve të çmimeve të bursës, ndonse ka ndikuar në çmimin ditor të karburanteve në vend, nuk ka një pasqyrim direkt pra me të njëjtën vlerë, me të njëjtën përmas dhe në çmimet vendase. Ndërkohë që dje ne mblodhëm bordin e transparencës së bashku me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë dhe antarë të tjerë të bordit, drejtorit tatimeve, drejtorit doganave, përfaqësues nga Ministria e Financave dhe përfaqësues nga tregtarët kryesor, nga 5 tregtarët kryesor të shumicës dhe të pakicës, me qëllim diskutimin për çmimet dhe vendosjen në bazë të legjislacionit në fuqi të çmimeve maksimale të tregtimit. Mekanizmi që përdoret është një formulë e cila është e bazuar në aktin normativ të ndërmarrë në vitin 2022, kur kishim një situatë të ngjashme, e cila bazohet në çmimet e ditore të bursës të një dite më parë dhe bëhet një llogaritje mbi të gjitha kostot e tregtimit të karburantit, duke i shtuar një marzh 3 lek për shumicën dhe 12 lek për pakicën. Marzhet në fakt që kur u kalkuluan, në formulin që u kalkuluan në vitin 2022, janë marzhe minimale, nuk janë marzhe fitimi, por janë marzhe të përballimit të shpenzimeve kryesore që kompanit kanë. Ne, me ngritjen e bordit të transparencës, do të vijojmë të jemi në monitorim të vazhdueshëm të çmimeve.